Leshterikët dhe metrynat e shumta, të cilat disa kohë më parë deti i nxori në breg, vijojnë të mbeten ende në vijën bregdetare të zonës së njohur si plazhi i vjetër në qytetin e Vlorës. Pamjet tregojnë qartë një situatë shqetësuese, ku grupe mbetjesh organike dhe inerte janë shpërndarë përgjatë rërës, duke krijuar jo vetëm dotje vizuale, por dhe një shqetësim për qytetarët që frekuentojnë këtë hapësirë. Kjo pjesë e Bregdetit konsiderohet si një nga zonat më të frekuentuara, sidomos në banorët e lagjeve përreth, të cilët e përdorin për ecje, vrapim, aktivitete të tjera në ajër të pastër. Në orët e para të mëngjesit dhe gjatë pasdites, 10 qytetarë zgjedhin këtë vijë bregdetare për të kaluar kohën e lirë. Megjithatë, panorama aktuale ka sjellë përkënaqësi dhe reagime të shumta. Banorët shprehin se ndotja ka nisur pas dallgëve të forta dhe moti të paqëndrueshëm të javëve të fundit, të cilat sollën në breg sasi të konsiderueshme leshterikësh dhe mbetje të ndryshme. Sipas tyre, megjithëse ka kaluar një periudhë e konsiderueshme kohe, pastrimi i plotë i zonës ende nuk është realizuar. Ata theksojnë se prania e metrynave ndikon vetëm në estetikën e zonës, por dhe në shëndetin publik dhe në imazhin e qytetit. Ne këtë rrugë kemi, këtë punë. Nuk është pastruar apo jo? Jo. Është dhe Po, vizuale nuk është. Këta filluan një drejta saj drejt pastrimit të shkollës. Se për këtë është në përgjithësi kjo zonë që është pa pastrok kështu, ata i vënë një rëndësi edhe filluan, po tani sepse lan nuk e dim. Tani është e mira këtu që të pastrohet. Ka rëndësi. Është një zonë që frekuentohet. Është një zonë që frekuentohet në atëherë dhe njerëzit e shijojnë. Ka shumë, mbasdite ka shumë njerëz që lëvizin në këtë rrugë. Patjetër duhet pastruar, Pastruar është që tash ishte ato shirat e mëdha që ashtu edhe. Duhet pastrohet. Po patjetër. Ju për ditë bëni ecje. Për ditë ne, po ne këtë punë kemi. Fenomeni i daljes së leshterikëve në breg është natyror dhe shpesh ndodh pas stuhive. Megjithatë, ndërthurja e tyre me mbetjet plastike apo urbane përkeqëson situatën dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme të strukturave përgjegjëse. Menaxhimi i mbetjeve dhe pastrimi periodik janë thelbësor për të ruajtur ekuilibrin mjedisor dhe për të garantuar një hapësirë të sigurt për qytetarët. Nga ana tjetër, banorët kërkojnë nga institucionet përgjegjëse vendore të ndërhyjnë sa më parë për pastrimin e zonës së plotë dhe për të parandaluar përsëritjen e situatave të tilla në të ardhmen. Ata sugjerojnë të shtohen kontrollet dhe të merren masa konkrete për menaxhimin e mbetjeve, sidomos gjatë periudhave me mot të paqëndrueshëm. Ndërkohë mbetet për të parë nëse ka reagim të shpejtë nga autoritetet në mënyrë që plazhi i vjetër të rikthehet pastërtisë dhe funksionit të tij si një hapësirë e rëndësishme publike për komunitetin e Vlorës. Për qytetarët e Vlorës, ruajtja e mjedisit nuk është vetëm çështje estetike, por një domosdoshmëri e cilësisë së jetës dhe zhvillimit të qëndrueshmërisë të zonës bregdetare.